Nuk ka qëllim tjetër, sepse kjo ka qenë të temështu e vërtetë. Tani, sinqerisht dhe une prom dje, mendova në cili moment qysh sa ka ndodhë, dhe normale, kur nuk e dini atëherë, po konsultoni me ndo kolegë të mi të cilët ka qenë pjesëtar të ti procesi, dhe une vetë e tira, kur kemi thonë, qka kemi thonë, është që normale që u sqarum. Gabimet e tilla mund të ndodhin, pra po thom një ngatrim të ngjarjeve që konsideroj mund të ndodhet, sikur që ka ndodhur, dhe besoj që nuk do të ndodhet më në vazhdim. Po më keq që po ka struktura politike që konsiderojnë që ka një qeveri ose kryeministër i cili e përhatërt personit i jap një tokë ose një pasuri të them ashtu të shtetërore në formë ku që po të jap, se kjo është absolutisht pa vërtetë. Besoj që ato sendja shumë më serioze se sa që të interpretohet nga ndo strukturat politike. Fatkeqësisht kjo vetëm po na tregon sa është polarizu partitë politike dhe gjithë spektri politik në Kosovë, sepse më kujtohet dhe momente tjera kur çdo qoftë vendim, çdo bisedë, çdo deklaratë është marrë me shumë një përkushtim dhe me një seriozitet, po jo kështu siç u prezantu, mirë keni thonë, 2 ditë fundit, sikur që dikush i ka dhënë ndonjë tokë dikujt tjetrit. Megjithatë, ju rikujtoj, po duhet ju rikujtoj, siç erdhë ajo procesi i tokës së manastirit. Kjo ka ndodhur fakt do 10-11 vjet më herët, ku gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të manastirit, ku ato toka 24 hektarë ka qenë dedukuar ose të prona, konfirmuar që është prona e manastirit, dhe prej atij momentit, një prej temave çdo herë kur jam takuar me profesorë të ndryshëm diplomatik, duke nisur prej profesorës BE-s, profesorës të Quintit, normalisht dhe në fund me profesorës të Këshillit të Evropës, zonja Bakujanis, në veçanti do 3 vite të fundit, i cila ka qenë disa herë në vizit, unë personalisht jam takuar këtu 2 herë, dhe plus do 2 herë besoj në ambientin e qeverisë, ku është një sendi serioz, që një vendimi serioz, i cili duhet të shtynë përpara Kosovë në arenën ndërkombëtare të aprovuar vendimin e gjykatës së vet. Dhe pas këto mund përbashkët të them ashtu, sepse nuk i zvogloj kontributin jem gjatë atyre bisedave që kemi pas me të gjithë struktura politike dhe diplomatike, erdhim deri një konkludim të marrjes së vendimit sa i përket dhënies së tokës atje ose aty ku gjykata kushtetuese konfirmoi. Prandaj konsideroj që është një hap i drejtë, një vendimi i drejtë dhe zbatimi i vendimit, i cili në fund tregoi se edhe ne vetë si Kosova kemi hyrë në Këshillin e Evropës. Sa i përket këtë deklaratët që e kom bëune, fatkeqësisht ka ndodhur që gati njëjtën kohë ose kohën e përgjithshme, bashkësakt në fillim të 2023-s, Patriarku Serb u kërkoi një lejë për të them ashtu vizit këtu në Kosovë, dhe unë në atë aspekt shkova te kryeministri që të kërkoj një të them ashtu leje të qëndrimit, dhe kërkova që një vizitë që të shkon pa pengesë, sepse është e ditur se ne Serb jemi lidhur me kishën këtu në Kosovë, dhe kjo është për shkak të respektit ndaj popullit normalisht dhe ndaj të gjithë ne të cilët po mundohemi që të kemi një të them ashtu qëndrim ashtu neutral, ose të them ashtu qëndrimi i cili është për pajtim mes popullit. Dhe kryeministri aprovoi pas një kohë, pas që kemi biseduar me do kolegë tjerë, aprovoi me fjalët që kom përmend dhe une, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur për këtë ngjarje tjetër i cili ka qenë lidhur ose që përmendet dje në rrjetet sociale, sikur për tokën e manastirit. Është thjesht një ngatrim të
dhe më shtu të ngjarjeve, nuk ka pas ndonjë qëllim të keq, përkundërzi është për shkak të kokës që kaloi, normale që ndodhi ka njerë që të ngatrohet ose të harohet ose një gjë e tillë, prandaj nuk konsideroj që është diçka kaq tragjike sikur që pretendonte të ishte nga aspekti të shkrimeve në rrjetet sociale ashtu më radhë. Po dëshoj të tregoj se për keqari është këtë polarizim kaq ekstrem, ku secili prej vendeve të cilët vendimeve në veçanti, kur për aspektin tim personal, ka qenë shumë dobi të gjithë popujt, të gjithë komuniteteve në Kosovë dhe në veçanti për të gjithë strukturat të progresit të them institucionet e Kosovës. Dhe që të bëjnë një kthes e tillë ku ai vendim i duhur është u prezantu si i keq për hatar të një personit, është me të vërtetë për mu besoj që nuk është adekuat. Por përndryshe ne vazhdojmë të punojmë si jemi këtu dhe gjithmonë do të jemi përgjegjës nëse e bëjmë diçka që nuk duhet, por megjithatë duhet të jemi të ashtu sinqert mes veti.